Ebu Hurajre tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë: kur të qëndroni në kopshtet e xhenetit, shfrytëzojini mirësitë e tyre. Me këtë rast unë e pyeta: o i dërguari i Allahut, cilat janë kopshtet e xhenetit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: mesgjidet, xhamit. Unë i thash: mirë, po si do të shfrytëzojmë mirësitë e tyre, o i dërguari i Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, duke thënë: subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sipas asaj që transmeton Ebu Musa el-Eshari radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shembulli i atij që e përmend Zotin dhe atij që nuk e përmend është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi dhe falenderimi, lutjet dhe adhurimi i takojnë të vetmi Zot të pashoq pra Allahu Dhul Jalal. Ndërsa salatet dhe selamet, përshëndetjet tona të përzemërta i kushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, përshëndesim familjen e tij të sinqert, shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e Kiametit. Do të flasim për një temë, pra është fjala për dhikrin. Allahu Dhul Jalal në Kur'an thot: ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju besimtar, o ju besnik, ju të cilët e besoni të vetmin Zot Allahun dhe pejgamberin e vërtet, jeni të obliguar që ta përmendni Allahun shumë, pa mas. Përse e përmendim Allahun? Pse ne kemi nevojë se të përmendurit Allahun të lidh me krijuesin dhe nuk ndihesh vetë, nuk ndihesh i vetmuar, nuk ndihesh i stresuar, nuk ndihesh i dëshpëruar as i friguar, kur ti ndihesh se je me Allahun dhe Allahu është me ty. Kur je me Allahun, me pamëdyshje, Allahu është më shumë me ty se sa ti me Allahun. Vetëm ne duhet të fillojmë të jemi me Allahun. Andaj, Allahu Dhul Jalal thot në Kur'an: fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Më përmendni mua, të ju përmendi unë juve. Ne duhet të fillojmë. Ne përmendim Allahun pak, ai na përmend shumë. Prandaj thot: fadhkuruni adhkurukum, më përmendni ju mua, pra më përmendni jo vetëm në aspektin gjuhësor, me të përmend me gojë, po përmendja Allahut bëhet në përmes të gojës, por edhe në përmes të zemrës. Atë që përmenden goja, ta shijoj, ta ndëgjoj, ta ndin zemra, dhe të përmendurit e Allahut pra bëhet me gjuhë edhe me zemër. Pastaj thot: washkuruli wala takfurun. Më falenderoni mua, mos më injoroni. Të mirat e mia falenderoni, pra për të mirat që ju kam dhënë, më falenderoni. Allahu Dhul Jalal nuk ka nevojë ne as ta përmendim, as ta falenderojmë, as ta adhurojmë. Ai është i panevojshëm për ne. Por gjithë ajo që na obligon dhe na urdhëron Allahu Dhul Jalal që ne ta bëjmë, ai na urdhëron se na don neve, se them edhe një herë, me të përmendur Allahun njeri forcohet, me të përmendur Allahun njeri ngushëllohet vetvetiu. Andaj përmendja Allahun dhe falenderoni edhe për atë që ju ka mësuar ta përmendni. Nga se vetë të përmendurit e Allahut është një dhunti. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka porosit një sahabia, ju vlen edhe për neve, i ka thonë: o i dërguar, më këshillo. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: gjuha yte le të jetë e freskët gjithmonë me të përmendur Allahun. Pra gjuha yte le të jetë e freskët gjithmonë. Fjala gjithmonë do të thotë, nga se gjuha është e lirë, njeriu edhe kur punon, edhe kur vozit, edhe kur, përveç se nuk e ka gjuhën të lirë kur ai flet. Por ndryshe gjuha është e lirë për të folur. Edhe bën punë njeriu, edhe e përmend Allahun Dhul Jalal. Edhe bën punë, edhe lut Allahun Dhul Jalal. Edhe bën punë, edhe
bën istikfar. Pra, të gjitha këto janë të përmendura të Allahut. Dhikri i ka disa forma, të përmendurit të Allahut i ka disa forma, madje që edhe namazi është dhikr. Andaj Allahu Dhul Gjelal thot: "Wa aqimis salate li dhikri." Fale namazin për të më përmendur mua. Leximi i Kur'anit është dhikr. Istighfari është dhikr. Prandaj ne, kado që të kthejmë e përmendim Allahun Dhul Gjelal, prandaj ka thonë: "Udhkurullaha dhikran kathira", përmendni Allahun shumë. Bismillah, qohmin mëngjes, bismillah, e përmendëm Allahun. Në ndodhi diçka e mirë, elhamdulillah, e përmendëm Allahun. Gabum diçka, estagfirullah, e përmendëm Allahun. Shofëm diçka të bukur, themi masha Allah, e përmendëm Allahun. Dum të bëjmë diçka, themi insha Allah, nëse don Allahu, përsëri e përmendëm. Të gjitha këto janë format e përmendjes së Allahut Dhul Gjelal. Madje leximi i Kur'anit është përmendja e Allahut. Allahu Dhul Gjelal thot: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir." E kemi lehtësuar Kur'anin për ta lexuar e për ta mësuar, po a ka kush mendon, a ka kush e kujton? Nga se dhikr ka edhe një kuptim pra ta kujtosh, ta përmendish. A ka kush e kujton këtë mirësi që Allahu ja ka dhënë? Andaj Allahu Dhul Gjelal në shumë ajete kuranore na ka porosit që ta përmendim Allahun Dhul Gjelal. Format e përmendjes së Allahut Dhul Gjelal janë shumë, thash edhe them edhe një herë. Andaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka pyet njëri, ka thonë: "Ja Rasulullah, cili është dhikri më i mirë?" Ka thonë: "Dhikri më i mirë është fjala më e lehtë, la ilaha illallah." Kjo është pra dhikri më i miri, më i lehti, më i duhur, është çelësi i besimit dhe është çelësi i xhenetit. Neve na duket e lehtë, neve na duket pak. Musa alayhis salam i ka thonë Allahu Dhul Gjelal: "O Zot, më mëso një dhikr tjetë en ekstra për mu, vetë en kas për mu një dhikr." Allahu Dhul Gjelal ka thonë: "O Musa, thuj la ilaha illallah." Tha: "O Zot, për këtë la ilaha illallah e thonë gjithë njerëzit, mu më të rego diçka të veçantë vetëm për mua." Ka thonë Allahu Dhul Gjelal: "O Musa, thuj la ilaha illallah, se si kur të vendoset fjala la ilaha illallah në njënën anë të peshores, qetë dhe toka dhe që ka në mesin e tyre në anën tjetër, la ilaha illallah i randon." Subhanallah, aq është e madhe. Sa e lehtë është kjo fjalë? Çfarë kushton kjo fjalë, ose sa kohë i duhet kësaj, ose sa duhet të studiojmë apo të mësojmë për të thonë la ilaha illallah. Është fjala më e lehtë, por është shumë e madhe, është shumë e vlefshme, se me këtë, me fjalën la ilaha illallah, të cilën ne e quajmë dëshmi, kjo fjalë përbëhet nga dy pjesë. Pjesa e parë është mohim total, me mohu çka? Çdo zot. La ilahe, nuk ka zot, me të vogël, pra nuk ka zot. A kështu me kaq? Jo, nuk vlen, me kaq prishet krejt, duhet me vazhdu. Pjesa tjetër e kompleton këtë dhe ja jep vlerën kësaj. La ilahe, nuk ka zot, illa Allah, përveç Allahut. Pra është Allahu i vetmi i cili meriton të bëhet dhikr, të përmendet, meriton të lutet, meriton të kërkojmë falje, meriton të përmendim se është i vetmi ai i cili na ka kriju, na furnizon dhe na jep të mira. Prandaj për çdo të mirë ne duhet të themi elhamdulillah. A është dhikr? Dhikri i madh është elhamdulillah. Kur themi elhamdulillah, Allahu Dhul Gjelal posa asaj të mirës që na ka dhënë, na jep edhe një të mirë me njëherë pas kësaj fjalës elhamdulillah. Nga se kjo është pra falenderim. Dhe fjala falenderim është pak. Nuk përkthehet fjala elhamdulillah me fjalën falenderim, nga se fjala falenderim arabisht thuhet shukr. Pra shukr i thuhet edhe dikujt tjetër, ama hamd nuk i thuhet tjetër kujt. Të bën dikush një të mirë, i thuhet shukran leke arabisht, të falenderoj. Por nuk i themi hamden leke, nuk i thuhet askujt. Pse? Elhamdu lillah. Se hamdi
i takon vetëm Zotit. E përkthim ne nuk kemi, ne i themi falenderimi. Tamam, me kaq, po duhet ta kuptojmë se nuk është përkthim adekuat i plot fjala falenderim karshi fjalës hamd. Pra themi elhamdulillah. Pra të gjitha këto forma janë dhikr, dhe dhikri ka forma të ndryshme. Një prej tyre është që Ibrahimi a.s. kur e ka taku pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në Mi'raj, i ka thonë o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thonë bëj selam umetit tënd, le të mbjellin pemë në xhenet, nga se toka e xhenetit është pjellore dhe me ujë të këndshëm, le të mbjellin pemë. Tha, si ti mbjellin ato o pejgamber, o Ibrahim? Tha, le të thojnë sa të kenë mundësi, këtë dhikër ne ta bëjnë. Prandaj e potencoj, dhikër shumë i madh, po sa asaj la ilaha illallah, për ato u kuptum, por edhe kjo është dhikër i bukur, i mirë, i vlefshëm, se tha Ibrahimi a.s. le të thojnë subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pra 4 fjalë, subhanallah, i lartë madhruar është Allahu. Subhanallah, walhamdulillah, hamdi falenderimi i takon Allahut. Wa la ilaha illallah, dhe nuk ka zot tjetër pos Allahut, wallahu akbar, dhe Allahu është më i madhi. Me këto 4 fjalë të shkurta ke mbjell një pemë në xhenet. Subhanallah. Pra janë gjasat shumë të volitshme që ne të fitojmë kënaqësinë e Allahut dhul xhelal duke e përmend ata. Them edhe një herë, nuk kushton shumë, nuk të lodh dhikri, nuk të merr kohë dhikri, nuk duhet të studiojsh për të bërë dhikr, po këtë lutje i mëson shumë të thjeshta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast tjetër tha, kush thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë lutje ne musliman të gjithë e themi kur e përfundojmë namazin, kur i bëjmë tesbih, kur e bëjmë dhikrin, se dhe tesbih që bëjmë pas namazi, edhe ato quhen dhikr, kur e bëjmë dhikrin e namazit, e themi këtë fjalë, kjo është si kuror e gjithë dhikrit, se dhikri, tesbih kur i bëjmë, bëhen 99. 3 herë ka 33, subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber. Herë 33, 99. Kurora e kësaj është që kjo fjalë që e themi tash, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush e thot këtë fjalë 100 herë në ditët, ka vlerë, ka shpërblim, sikur t'i liron 10 rob. Sikur t'i liron 10 rob. I falen 100 mëkate, edhe i shkruhen 100 sevape, me që këtë fjalë. A neve në duket pak, neve në duket e shkurt. Kjo është e pak, është e shkurt, po shumë e hapur, shumë e gjanë, shumë e vlefshme. Andaj, të nderuar, gjithmonë duhet të mbajmë pra gjuhën tonë të freskt, zemrën tonë të lidhur me Allahun dhul xhelal, duke përmend atë në forma të ndryshme. Një musliman tha, Rabbana lekel hamd, kema yenbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. O Zot, ty të takon hamdi, pra falenderimi, ashtu si meriton bukuria yte absolute, dhe si që meriton fuqia yte absolute, pra bukuria yte e pafund, dhe pushteti yte, fuqia yte, si që meriton, ashtu unë ty të falenderoj. 2 melek u habitën, të cilët e ndëgjun, edhe i thanë Allahu dhul xhelal, o Zot, filani e ka thonë një fjalë, nuk dim ne si ta shkruajmë, sa sevap. Allahu dhul xhelal tha, melekët e mi, shkrua një çka ka thonë dhe linje unë e di sa shpërblim ka për të në ditën e gjykimit. Fjalë e lehtë, Rabbana lekel hamd, o Zot ty të takon falenderimi, kema yenbaghi li jalali wajhike, ashtu siç meriton bukuria yte, wa adhime sultanik, dhe pushteti i madh i yti absolut. Ashtu, se ne nuk kemi mundësi ta falenderojmë Allahun aq sa ai meriton. Prandaj
Kje ka thonë në këtë formë, dhe Allahu Dhul Gjelal tha, unë e di se sa vlerë ka ki dhikër. Pra është një dhikër i bukur, një dhikër i vlefshëm tek Allahu Dhul Gjelal. Ebu Hurajra tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë kështu: Allahu i Madhërisëm urdhëron: unë jam ashtu siç më mendon robi im. Kur ai më përmend mua, unë jam bashkë me të. Nëse më përmend me vete, edhe unë e kujtoj. Nëse më përkujton duke qenë në shoqëri, unë e kujtoj atë në shoqëri edhe më të dobishme. Kur jemi të dhikri, që thamë se është shumë me vlerë dhe shumë i duhur për vetë njeriun. Njeriu kur e përmend Allahun Dhul Gjelal, thamë, ndihet i fuqishëm, ndihet jo i vetmuar. Prandaj muslimani nuk stresohet. Muslimani nuk stresohet, se për çdo rast është në lidhje me Allahun Dhul Gjelal. E kur është në lidhje me Allahun Dhul Gjelal, është në lidhje me fuqinë supreme, me fuqinë absolute. Njeriu kur ka ndonjë problem, qoftë ekonomik, qoftë shëndetësor, qoftë diçka, edhe me njëheri kujton njerëzit cilin e ka të afërt, cili mund t'ja kryjë këtë punë, cili e ka aftësinë apo mundësinë, ose e ka vullnetin që ta ndihmojnë. Allahun Dhul Gjelal e kemi gjithmonë me vete, ai e ka fuqinë absolute, e ka mundësinë absolute, dhe e ka vullnetin absolut që njerëzit t'i ndihmon, vetëm njerëzit a dojnë. Edhe kur e kujtoj unë Allahun Dhul Gjelal për çdo rast, madje edhe kur gaboj diçka, nuk stresohem me të madhe, por pendohem. Pendohem edhe i drejtohem Allahut Dhul Gjelal me fjalën Astaghfirullah. Kjo është dhikr. Astaghfirullah është dhikr, që do të thotë kërkoj falje për Allahut. Edhe kur lip falje për Allahut me sinqeritet dhe me besnikëri, se mo nuk i kthehem atij gjunahi, atij mëkati, Allahu Dhul Gjelal me bindje të plot ja fal njeriut. Pse? Ai e don faljen e njeriut më shumë se njeriu që e don faljen e vet. Kjo është kështu, jo 100%, po më shumë se 100%, Allahu Dhul Gjelal na don neve më shumë se ne e dojmë veten tonë. Andaj ka thonë, ana arhamu bi ibadi min al ummi bi waladiha. Është hadith kutsi. Hadithi kutsi, sa për njohuri, ne kemi 3 argumente, të thomë fakte fetare, në të cilat bazohemi. Është e para Kurani, është pastaj është hadithi kutsi, pastaj është hadithi ose praktika e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurani është fjale Allahut, edhe me fjalë, edhe me kuptim, është prej Allahut. Pejgamberi vetëm me ka lexu dhe e ka transmetu. Ndërsa hadithi kutsi është kuptimi për Allahut, kurse fjalën e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu Dhul Gjelal me hadithi kutsi thot, unë jam më i mëshirshëm për robin, për njeriun, se dhe këtu te fjala rob, edhe këtu kemi pak problem, se nuk përkthehet fjala abdun, nuk përkthehet rob, po ne i themi rob. Robi është diçka tjetër. Ne jemi besimtar, adhurues të Allahut Dhul Gjelal. Pra, Allahu është më i mëshirshëm për njerëzit, sidomos për të gjithë njerëzit, e sidomos për besimtarin, e sidomos për ata që pendohet dhe Allahun e përmend edhe i kërkon falje, është më i mëshirshëm se nona për fëmijën e vet. Nona është numër 1, më njeriu më i dhimbshëm që i dhimbet fëmiu është nona. Nuk ka para nonës, askush. Para nonës është vetëm një. Ai është krijuesi. Allahu Dhul Gjelal e ka dëshmuar ato me hadith kutsi dhe ka thonë, ana arhamu bi ibadi, jam më i mëshirshëm për robët e mi se sa nona për fëmijën e vet. Kur e përmendim Allahun në forma të ndryshme që thash, ne atëherë ndihemi të lidhur me Allahun, të fuqishëm me Allahun, madje që Allahu Dhul Gjelal ne ka mësuar si të forcohemi edhe në raste të vështira. Përsëri vjen dhikri. Ka thonë Allahu Dhul Gjelal me Kur'an, wasta'inu bis sabri was sala. Ndihmoni veten, forcohuni.
Njeriu, them edhe njerë, mundohet kur ka një nevojë diçka të kapet, të mbështetet, të lidhet me ndonjë njeri që ka fuqi. Mirë po, fuqi absolute i takon Allahu dhul xhelal. Dhe njeriu kur ka diçka, siklet, problem, stres që nuk bën të stresohet, por Allahu dhul xhelal thotë ndihmoni veten, forconi veten në lidhje me Allahun dhul xhelal, nëpërmes të durimit edhe namazit. Në përmes të durimit edhe namazit, që do në thot në përmes të përmendjes së Allahu dhul xhelal. Dhe njeriu kur hin në namaz, subhanallah, wa aqimi salata li dhikri, thot Allahu dhul xhelal, fale namazin për të më përmendur mua. Dhe njeriu kur fal namaz e ndin veten se bisedon me Allahun dhul xhelal, bisedon me fuqinë absolute dhe ndihet i fuqishëm, jo i lodhur, jo i raskapitur, nga se merr fuqi prej fuqisë absolute. E keni panë kur kerri ndonjëherë nuk ndizet, është dobësu akumulatori, është dobësu nuk ndizet. Çka bëjmë? E lidhim me një akumulator tjetër më të fortë që t'i japë këtij forcë edhe i jep forcë dhe fillon ndezet akumulatori. Akumulatori me akumulator forcohet, po njeriu me krijuesin të lidhet edhe të kërkon ndihmë, të kërkon forcë për Allahu dhul xhelal. Pra, fjala dhikr, të përmendurit e Allahut është krejt në favorin ton. Them edhe një herë, Allahu dhul xhelal nuk ka nevojë, sikur gjithë bota mës ta përmendje askush, ati nuk i shkon kur fardami apo dobësi, hasha ve kella. Sikur mbar bota njerëzit që jetojnë edhe me xhinnet edhe me gjallësa tjera, Allahun ta adhurojnë, Allahun ta lutin, ta bëjnë dhikr, Allahu dhul xhelal nuk i ngrihet kur far grade. Ai është i fuqishmi absolut, ai është i pasuri absolut, ai nuk ka nevojë për dikend. Andaj në Kur'an thot wallahu ganiyun wa antumul fuqara. Allahu është i pasuri, ju të gjithë jeni të varfër. Këtu nuk duhet marrë fjalën të varfër se thot njëri jo filani nuk është i varfër. Ai mund të mos jetë i varfër për diçka materiale të kësaj dunjoje, por nuk ka njeri që nuk është i varfër për Allahun dhul xhelal. Madje bismillah, varfria numër 1 që ne jemi të varfër për Allahun dhul xhelal është oksigjeni, frymëmarrja, të cilën na e ka bë gratis. Elhamdulillah. Gjërat të cilat i shfrytëzojmë ne, ti gjitha kanë çmim, por çmimi është në bazë të nevojës. Gjërat që janë më të nevojshme janë më lirë. Pastaj, më pak e nevojshme hip çmimi, më luksus edhe më hip çmimi. Ka gjëra që mundesh hiç pa ato janë më shtrenjtë. Se mundesh pa ato, në ke e blen, se ke se blen. Por uji është aq i nevojshëm, është më lirë. Buka është aq e nevojshme, është më lirë. Mandej gjëra tjera duke ju hip çmimi. Pse? Duke ju ra vlera ose nevoja që ne nuk kemi nevojë. Por për oksigjenin nuk ka njeri që s'ka nevojë, Allahu e ka bë gratis. Subhanallah. Sikur ta kish bë edhe oksigjenin me numërore që të paguajmë sa kemi harxhu, do ishte krejt ndryshe, Zoti na rujt. Pra, a ka njeri që nuk është i varfër për Allahun dhul xhelal? A nuk ka njeri që nuk është i varfër? Wallahu ganiyun wa antumul fuqara. Allahu është i pasuri absolut, ju jeni të varfër. Për Allahun jeni të varfër. Madje ndonjëherë jemi të varfër edhe për shumë gjëra, ama më të varfër dhe që s'mund të jemi jo të varfër është Allahu dhul xhelal. Prandaj e përmendim Allahun me bindje se ai nuk ka nevojë për neve as pak, ai është i pasuri absolut, por nevoja për të bërë dhikr, nevoja për të falë namaz, nevoja për të lexuar Kur'an, krejt kjo është për neve. Ne jemi të nevojshëm që ta përmendim Allahun sa të kemi mundësi. Allahu dhul xhelal vet ka thonë: "Udhkurullaha dhikran kathira." Përmendja Allahun shumë, nuk kalon numër këtu. Nuk ka numër. Disa njerëz tonët e kanë bërë ashtu, e kanë çpik, ajo është risi, të bëj tespi 72.000 herë. Kush ka thonë 72.000 herë? Allahu dhul xhelal thot shumë. Për dikondi 70.000 janë shumë se s'ka kohë, për dikondi janë pak 70.000. Por 70.000 gjatë jetës me të vërtet janë pak. Se Allahu dhul xhelal vetë thot, kur thot Allahu shumë,
ajo është e pakufishme, përmendja Allahun shumë. Mandej, vlera e dhikrit, çfarë vlerë ka të përmendurit e Allahu Dhul Xhelal. Allahu i ka ngrit njerëzit që përmendin Allahun, i ka angazhuar me laqet. E në gjujt i ka angazhu. Qka? Të kërkojnë në sipërfaqen e tokës njerëz ku e përmendin Allahun. Edhe me laqet shkojnë në për xhamia, në për vende, hecin, kërkojnë. Kur i gjejnë do njerëz, janë tubu me një mexhlis, me një tubim, edhe përmendin Allahun Dhul Xhelal. Me laqet ju thonë njëna tjetër, esni, i gjetëm. Allah, i gjetëm. Kur e gjejnë diçka ne gëzohemi, cilën ajo që na duhet. Po çka ju duhet me laqet neve? Çka ju duhemi me laqeve që ato të gëzohen? Hesni se i gjetëm. Se Allahu Dhul Xhelal i ka urdhëruar, ka thënë shkoni, kërkoni robët e mi, të cilët më përmendin mua. Edhe kur i gjejnë me laqet njerëzit duke bë dhikr, thonë i gjetëm. Edhe i raportojnë Allahu Dhul Xhelal, o Zot, filan vend i gjetëm do njerëz të përmendin ty. O lexonin Kur'an, o bënin dhikr, o falin namaz, o studiojnë, mësojnë rreth fejes, rreth Kur'anit, rreth sunetit, i gjetëm o Zot. Ata, Allahu Dhul Xhelal thot, po pse? Allahu i din këto punë, po ne për ta kuptu. Po, çka luteshin o me lekët e mi? O Zot, të luteshin ti mbrojsh prej xhehenemit, ti bësh banor të xhenetit. Allahu Dhul Xhelal thot, me laqet e mia, ata e kanë pa xhehenemin? Jo, Zot, se kanë pa. Para mendoni, pa e pa xhehenemin, vetëm aq sa kanë lexuar nga Kur'ani, nga hadithet e pejgamberit, e kanë frikë xhehenemin dhe më luten. Po sikur ta shifnin xhehenemin, Zoti na ruaj, ato do të luteshin më shumë. Pastaj, Zot, ata kërkonin prej teje xhenetin. Me laqet e mia, e kanë pa ato xhenetin? Jo, Zot, se kanë pa. Para mendoni me laqet e mia. Sikur ta kishin pa xhenetin, do të luteshin edhe më shumë. Pra, me të përmendur Allahun, me të bëme dhikr, na veç kemi hi në atë rendin ku Allahu Dhul Xhelal debaton me laqet i raportojnë Allahu Dhul Xhelal. Subhanallah, kjo do në thot ka do me thonje të madhe, prandaj janë këto hadithe. Allahu Dhul Xhelal me hadith tjetër kuci ka thonë, unë jam pranë njeriut që ai mendon mirë për mu. Jam pranë njeriut, do më thonë, jam me mëshirën time, me rahmetin tim, me dhuntit e mia, me begatit e mia, e begatoj, e mëshiroj, e gradoj njeriun që ai mendon për madhështin time. Unë jam pranë ati. Men dhekereni fi nefsihi dhekertu fi nefsi. Allahu Dhul Xhelal thot, kush më përmend mu në vetmi, edhe unë e përmendi në vetmi. E përmendit do në thot Allahu Dhul Xhelal, kur themi ne la ilahe illallah, ne e përmendim Allahun. Po Allahu si na përmend neve? Ai na përmend neve me begati, me shëndet, me mirësi, me të pranuar lutjet, me të dhonë gjërat mira. Allahu kështu na përmend. Ai ka formën e vetë si na përmend neve, si na kujton neve. Men dhekereni fi nefsihi dhekertuhu fi nefsi. Kush më përmend mua në vetmi, edhe unë e përmendi në vetmi. Pra edhe njëherë, i jap të mira, e mëshiroj, e begatoj, e gradoj. Wa men dhekereni fi melein minhu. Po kush më përmend në një shoqëri, se edhe këtu, kjo është fakt, argument, se ne edhe bashkarisht mund të përmendim Allahun Dhul Xhelal. Në vetmi edhe në shoqëri. E kush më përmend mua në shoqëri, dhekertuhu fi melein khairin minhu. Unë e përmend ata në një shoqëri më të mirë se shoqëria ati. Pra ne përmendim Allahun në shoqërinë tonë mes njerëzive, ai në përmend neve në praninë e melekëve. Edhe i thot me laqet e mia, filani më përmend mu, filani më përmend mu, edhe unë i përmendja ata edhe njëherë, me dhunti, me begati, me mëshirë, me shëndet, me pranim të lutjeve, me pranim të adhurimeve, me disponim në jetën e tyre. Pra, kjo është dhuntia e Allahu Dhul Xhelal, të cilën e meritojnë njerëzit të cilët e përmendin Allahun dhe vazhdon
njeriu të jetë në mirësi derisa ai është në kontakt me Allahun dhul xhelal, duke përmend Allahun në forma të ndryshme. Allahu të na bëjë prej atyre që përmendim Allahun në vetmi, në shoqëri, gjithmonë, kur jemi të gëzuar dhe kur jemi të dëshpëruar. Andaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Udhkur rabbaka fi rraha yadhkuruka fi darra." Përmende Allahun kur je mirë, rahat, të përmend ai ty kur je në vështirësi. Kur jeti në vështirësi, pra ne e përmendim Allahun kur jemi rahat, mirë, ai na përmend neve kur ne kemi nevojë për ndihmën e tij. Allahu na bëf prej atyre që e përmendin Allahun gjithmonë. Dhikr do të thotë ta kesh vazhdimisht në kujtesë Allahun dhe të jesh gjithmonë i vetëdijshëm, i ndërgjegjshëm se je në vazhdimin e Krijuesit të Madhërisëm. Dhikr janë fjalët apo veprat që janë porositur të thuhen apo të zbatohen, siç janë hamdi, falënderimi, duaja, tesbihet dhe ibadetet në përgjithësi. Dhikr do të thotë të thellohesh në mendime, të meditosh mbi çështjet që përbëjnë argumente mbi ekzistencën, njësinë dhe fuqinë e pakufishme të Allahut xhaleshanuhu. Përmendja Allahut xhaleshanuhu është ushqim për zemrat që besojnë, shërim për brengat dhe shkak për të shpëtuar. Përmendja emrave më të bukur të Allahut, përmendje përsëritur, duke kuptuar madhërinë e emrit të tij, do të thotë ngulitje e emrit të tij në mendje dhe zemër. Dhikri është lumturia e zemrave të besimtarve, burim i paqes për zemrat në vuajtje, është qelsi derës që hapet drejt paqes shpirtërore. Ashtu siç theksohet edhe në ajetin kuranor, vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Para të që folëm për dobin, vlerën e dhikrit, besoj të jetë të mjaftoj këto që tham, të mjaftoj sipas kohës, jo të mjaftoj sipas vlerës apo madhështisë apo dhuntisë së dhikrit, ajo është pafund. Dhikri Allahu dhul xhelal është një dhunti prej dhuntive, ku Allahu dhul xhelal thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Po të mundoheni ta numëroni një të mirë të Allahut, nuk do të mund ta numëroni, pra të jep Zoti vullnet, dashuri, që ta përmendish Allahun, kjo është dhunti e Allahut, se Allahu nuk e jep çdo kujt. Allahu dhul xhelal ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dynjon, mirësitë e dynjos ja u jep të gjithëve, atyre që besojnë dhe atyre që s'besojnë, atyre që e adhurojnë dhe atyre që se adhurojnë, atyre që duan dhe atyre që se duan. Por dhikrin, ëmbëlsinë e dhikrit, e të namazit, e të Kur'anit, e të besimit, atë ja u jep vetëm atyre që i don. Edhe ti duhet ta dish mirë se kur ty ta don shpirti, ta don zemra dhikrin, kënaqesh kur thu la ilaha illallah, kënaqesh kur thua subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, ti kënaqesh kur e përmend Allahun dhul xhelal, të kënaqet shpirti, atëherë dije se Allahu të don. Atëherë kënaqu dhe falenderoj Allahun, thuj: "O Zot, të falenderoj që më don, pasi ti më mundson të të përmendi." Përmendja e Allahut është dhunti, begati e vet Allahut. Por e kundërta, Zoti na rujt, ka njerëz të cilët nuk e përmendin Allahun nga se nuk ja u don, nuk ja u shijon zemra ëmbëlsinë, nuk ushqehen me ata shpirtnisht, edhe janë të larguar, janë të privuar. Janë të privuar nga dhikri, janë të privuar nga të përmendura të Allahut. Pra, njeriu më fatkeq është ai që është i privuar nga dashuria, nga përmendja e Allahut. Jo ai që është i privuar në një pasuri të dunjos, por ai që është i privuar nga dhikri i Allahut, nga dashuria e Allahut, nga adhurimi i Allahut, ai është mjeran, ai është i mjerueshëm, Zoti na ruaj. Prandaj Allahu dhul xhelal na thot në Kur'an për disa njerëz të cilët e përmendin Allahun pak, edhe atë jo me dashuri, por thot: "Wa idha qamu ila salati qamu kusala." Kur qohen të falin namaz, qohen të lodhur dembela për tac. Subhanallah, jo me vullnet, me kënaqësi. Madje që disa njerëz kam fjalën namazit, dhikri Allahut, të përmendurit. Disa njerëz thonë: "Çu ta falim namazin të rrim rahat." Mandej falim namazin dhe mo rrim rahat. Jo, e kundërta.
Rahat është njeriu në namaz. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, nuk ka rahati në dunjë përveç se në namaz. Pra kur je në namaz, çatëri je rahat, se je në kontakt me Allahun dhul xhelal. I ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Bilalit kur kanë pas dëni vështirësi, dëni siklet pak ashtu, ka thënë erihna biha ya Bilal. Ka thënë thirrë ezanin të rahatohemi. Të rahatohemi në namaz, erihna biha. Nuk ka thënë erihna minha. Erihna biha në rahatoh me to. Do me thonë të falim namazin të rahatohemi. A jo të falim namazin të rahatohemi pas namazin. Ka thonë, idha kamu ila salati kamu kusala. Kur ngrihen të falen me demberlëk, me përtaci, me lodhje, me prites, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe nuk e përmendin Allahun vetëm pak. Të përmendurit e Allahut vetëm pak është shenjë e nifakit, e hipokrizisë. Se Allahu dhul xhelal nuk I ka fut dashuri të dhikrit në shpirtin e tij, në zemrën e tij, prandaj nuk e shijon. Edhe një gjë që nuk e shijon, edhe nuk ta don. Dikush ta afron diçka, ndoshta është shumë e mirë, po thuhet nuk ma don. Po dhikri, namazi janë shumë të dashura, po nuk ja don dikujt. Subhanallah, nuk ja don. Madje në ajetin tjetër kuranor thotë wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Mos u bëhni si ata që e kanë lënë harres Allahun. E kanë lënë harres, Allah nuk harrohet, po e kanë lënë harres. E ata që e lënë në harres Allahun, çka do të thotë e lënë në harres, nuk e përmendin, nuk e falenderojnë, nuk e adhurojnë, nuk e falin namazin, nuk I zbatojnë urdhrat, e kanë lënë në harres, e kanë nxjerrë në harres Allahun dhul xhelal. Allahu I lartë madhruar, edhe ai kalon në harres. E tani kur të binë zort, o Zot, subhanallah, e përmendin Allahun kur binë në zor. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka na tha? Përmende Allahun kur je ti rahat edhe mirë, çatëherë përmende Allahun me kënaqësi, të përmendej ti kur bish në zor. E kur të bish në zor vesh thua o Zot. Madje që kur e përmendim Allahun, Allahu kënaqet edhe gëzohet. Ka disa rob, kështu ka thonë Allahu dhul xhelal me hadith kutsi, ka disa njerëz që I dua, subhanallah, kanë bërë punë të mira, I dua, I kam regjistruar në fletoren e dashurisë, I kam të regjistruar të dashur, por ndonjëherë habiten, harrojnë të përmendin Allahun. Allahu dhul xhelal thot fe ebtelihim, une I preki pak me diçka, I sprovoj li yekula ya Rabb, që të kthehet të thot o Zot, se Zotin Allahu dhul xhelal e ka marrë malli që ndëgjon zanin atij, por ai ka harru, e Allahu ja kujton me çka? Me sprov. Edhe sprova ndonjëherë është dhunti, edhe sprova është dhurat. Ndonjëherë pse unë mund të harroj, të habitem, por Allahu dhul xhelal nëse më don, ma kujton çka? Më prek diçka që unë se tradita, zakonje, natyra e njeriu është çdo herë kur bjen zor e përmend Allahun. Amun ya Rabbi. Allahu dhul xhelal thotë që këtë e donja. Ki dallon për atyre që e kanë shtin harres Allahun. Ki është habit pak, është angazhu, edhe Allahu ja kujton që ta përmend. Do të thotë Allahu e don. Ata që I don Allahu jau dashuron dhikrin të përmendurit e tij, dhe ai që e përmend Allahun duhet që din shiqirin Allahu dhul xhelal të thot o Zot, të falenderoj, hamd të bëj për të gjithë të mirat, e sidomos për këtë që ti më ke bën mua prej atyre që të përmendin ty shumë. Allahun na mundsoft të përmendim Allahun, Allahun na largoft, na mbroft që të mos e harrojmë Allahun, e të na fut Allahun në fletoren e harresës asnjëherë neve dhe mbar muslimanët inshallah. E themi këtë si fjalë të fundit, fjala e fundit e jona është walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi dhe falenderimi I takon vetëm Allahut, Zotit të gjithë botrave, I cili vetëm ai meriton për adhurim dhe vetëm ai meriton për dhikr, dhe vetëm gjithë punët I bëjmë për hir të Allahut, dhe Allahu të na I pranon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Në sajt të dhikrit, njeriu arrin devotshmërinë nga varfëria shpirtërore, nderohet me pasurinë e bindjes dhe të kënaqes me atë që posedon, duke fituar miqësinë e amshuar, shpëton nga vetmia. Nëse njeriu dëshiron të fitojë mëshirën, faljen, kënaqësinë dhe dashurinë Allahu xhaleshanuhu, dhikrin duhet ta ketë
pjesë të pandartë të jetës së tij.